Përshëndetje të gjithëve. Sot do të njohim me një pronë elitare, me një pronë shumë të veçantë dhe shumë specifike. Bëhet fjalë për një papafingo e ndodhur në katën e 10 të banimit të një pallati të ri me ashensor, e cila ofron një super pamje nga deti. Kjo është pamje që ofrohet nga balkoni i këtij apartamenti. Një super mrekulli që shef nga deti Adriatik. Kalojmë atje. Kjo është pjesa e ambientit të ndenjës, e cila është përshtatur më së miri me një mbajtëse për pijet mbrapa, televizor, po të shikoni edhe pjesën e kondicionimit nuk dallohet fare, pra është e përshtatur çdo gjë me arkitekt edhe çdo gjë ka vendin e vet eksakt. Kalojmë tek gatimi. Këtu jemi tek kuzhina e gatimit, e cila është përshtatur më së miri me luksin që ofron ky apartament dhe me ishullin e saj, e cila ofron të gjitha kondicionet për një kuzhinë gatimi me të gjitha kushtet dhe me të gjitha pajisjet e saj. Kalojmë te, siç e shikoni mbrapa meje, kemi edhe pjesën e ngrënies, e cila është goxha spacioze dhe ofron pamje nga të dyja anët e saj. Këtu kemi pjesën e korridorit me anë të cilit bëhet shpërndarja në dhomat e gjumit dhe dhomën e ndenjës. Këtu kemi njërin prej dhomave të gjumit, të dyja dhomat e gjumit kanë tualet dhe dalje në balkon. Kjo është njëra prej tyre. Kjo është dhoma tjetër e gjumit, me një mobilim i cili vjen përshtat apartamentit, dhe tualetin e saj me ndriçim natyral. Kjo është pjesa e verandës, e cila gjithashtu ka lidhje edhe me depon apo lavanderin, është një tualet i jashtëm i cili është i përshtatur për lavanderi, ndërsa pjesa tjetër e verandës është e përshtatur si një ambient ndenje gjatë verës dhe shfryzimi i saj mund të bëhet për çdo drek, darkë apo një mëngjes të këndshëm me pamje nga deti Adriatik, i cili mund ta bëjë ditën tuaj akoma edhe më të bukur. Kjo pronë disponon 209 metra katror totale, nga të cilat 131 metra katror janë të brendshme, 58 verandë dhe 21 metra katror janë ambienti përbashkët dhe është shitje për një çmim 350.000 euro i negociueshëm. Faleminderit.